përshëndetje sërish. Të dashur qytetar, dita e votimit po shkon drejt mbylljes, por ka ende mjaftueshëm kohë për të votuar. Prandaj ngrihuni vetë, po merrni një mik, një shok, një të afërm, një fëmijë dhe shkoni bëni detyrën tuaj qytetare, votoni. I bëjmë thirrje çdo të riu, çdo të reje që të gjejnë pak kohë dhe të shkojnë të votojnë, sepse nga vota e tyre varet drejtimi që do të marrë Shqipëria. I bëjmë thirrje çdo gruaje, çdo burri, atyre që po shijojnë pushimin e mbasdites dhe atyre që janë në punë, të gjejnë pak kohë dhe të shkojnë të votojnë, të bëjnë detyrën e tyre qytetare, sepse me votën tuaj do të vendosni nëse Shqipëria do të vazhdojë në drejtimin e duhur drejt Evropës, apo do të humbasim kohë dhe vite të çmuara. E mbi të gjitha i bëjmë thirrje çdo prindi, çdo gjyshje gjysheje, të gjejë pak kohë për të votuar, sepse kjo votë do të thotë shumë për të ardhmen e fëmijëve tuaj, për të ardhmen e nipërve tuaj. Qindra, mira, shqiptare e shqiptar e kanë kryer tashmë detyrën e tyre qytetare, ata kanë votuar. Bashkoni dhe ju me ta. Qendrat e votimit janë ende të hapura. Dhe mos harroni, nëse ju nuk votoni, dikush tjetër do të vendos për ju. Faleminderit.